Protesta kundër projektit të Zvërnecit ka vijuar edhe këtë të martë duke u zhvendosur para kryeministrisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Qytetarët që janë mbledhur për të tretën ditë radhazi kërkojnë anulimin e menjëhershëm të projektit dhe ndalimin e investimit në zonë. Në pankartat e mbajtura gjatë protestës janë shfaqur mesazhe të forta kundër qeverisë, përfshirë edhe thirrje simbolike për rezistencë qytetare. Ndërkohë, nga turma janë dëgjuar edhe thirrje të drejtpërdrejta politike ku protestuesit kanë kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama, si dhe mbajtjen përgjegjëse të aktorëve politik për situatën e krijuar. Protestuesit kanë vijuar me slogane kundërshtuese ndaj projektit, duke theksuar se ai nuk duhet të zbatohet në zonën e Zvërnecit. Nga ana tjetër, kryeministri Rama më herët i ka bërë thirrje protestuesve për dialog, ndërsa qeveria ka mbrojtur projektin si një investim strategjik me ndikim ekonomik dhe turistik. Kjo është dita e tretë e protestës ku ka pjesëmarrje masive mes tyre të mitur.